Mirë se po takohemi miq, sot do të kemi drekën me salmon. Një recetë shumë e thjeshtë. Kur bëhet fjalë për pasta, gjithmonë unë them janë shpëtim se me të vërtet gatuhen shumë shpejt. Po kësaj radhe edhe më shpejt sepse i gjithë procesi do të kryhet në një tenxhere. Si fillim do ta skuqi qepën me hudër. Do t'i shtoj pak kapër, kur bëhet fjalë për salmonin, kapri shkon shumë, jashtëzakonisht shumë. Dhe një salcë, gjithashtu e gatshme, kështu që me të vërtet vetëm 5 minuta punë dhe as pak më tepër. Po filloj me qepën. E ndaj vetëm gjysmën, në fakt një qep, sepse këtu është për 2 porcione, kjo recetë. Dhe hudrën e grimcoj pak. Do t'i skuqi në vaj të ullirit për 2 minuta derisa ta pres salmonin. Dhe me një herë vazhdoj me salmonin. Dhe harova t'ju tregoj se çfarë paste atë kryesorën. Kur thash do ta gatuaj në një enë, do me thënë nuk do ta zije veçma, sepse bëhet fjalë për pastën orzo. Orzo është artizanale, është tamam origjinale italiane dhe e ka formën e orizit. Është shumë e lezetshme. Unë e kam edhe në restoran, në 2 restoranet e mia, kështu që pëlqejet shumë. Uroj që edhe ju ta gjeni dhe ta gatuani, sepse është mjaft e lezetshme. Edhe për 5 minuta zirje. Salmonin do ta pres në katrore të vogla. Shoh si ka punë mirë. Shtoj salmonin. Kur bëhet fjalë për salmonin, kopra dhe kapri i shkon shumë, kështu që unë po shkoj të këpus pak kopër të freskët në kopsht. Ja dhe kopra e freskët, vetëm ta shpërlaj pak. Salmoni veç është gati. Tash do t'ja shtoj salsën roz. Kështu që këtu i keni domatet dhe djathtin parmezan, shumë e përshtatshme. Gjysmën e pakos për 2 persona, një pako për komplet. M'duhet pak ujë i vluar. Dy gisht praktikisht mbi salmonin dhe qepën, sepse këtu do t'ja shtoj tash makaronat. Makaronat që kësaj radhe i kam përzgjedhur shumë të lezetshme. Orzo, si oriz. Për 2 persona. Dhe krejt që kam mbetet. Në fund, ja shtoj koprën, tash e mbyllim me kapak dhe 5 minuta zirje në temperaturë mesatare. Ko pas kohe e përzini. Shikoni çfarë teksture, krem,
kështu me dasht mi gatu taman me salë si gatuan pastat, nuk e fitoni këtë teksturë. Shikoni, çfarë mrekullie. E përzini ko paskoj në mënyrë që mos ndonjë fije makaronave të ngjitër. Tash është për afërsisht gjysma, edhe 2 minuta kanë bet, po ja shtoj koprën. Dhe harova, e prezentova në fillim, po kam haru t'ja shtoj, e shumë japim lezet, kështu që po ja shtoj tash, kokrat e kapërit, sot kemi shije mediterane tamam. Kapri është njësoj si ulliri, rritet vetëm i egër, krasi me ullirin, dhe është shumë i aftë, duhet të bëhet turshi që të mund të konsumohen. E kur bëhet turshi e ka një shije shumë të mirë. Ju thash 5 minuta dhe ashtu ndodhi. Shikoni. Shikoni çfarë mrekullie. Domethënë, shikoni. Aq e lezetshme është. Kjo konsumohet me luk. Dhe krejt, sipas dëshirës, mund t'i shtoni pak tandali, mund t'i shtoni pak djath parmezan sipër. Ja pra miq, kjo është e dreka ime 5 minutëshe, zakonisht kur nuk kam drek gati, unë them gjithmonë pastat janë shpëtim. Me disa përbërës e nxjerri një drek shumë të mirë, siç është kjo. Kaq nga unë, takohemi nesër me recetën e radhës. Mirëmbëjtje.